Përshëndetje miq. Sot do të flasim për një nga ngjarjet më diskutueshme ditëve të fundit. Shpalljen non grata të gazetarit investigativ Artan Hoxha nga shteti grek. Ky është një lajm që ka shkaktuar reagime të shumta, debate të forta dhe shumë pikpyetje, sepse bëhet fjalë për një nga figurat më të njohura të gazetarisë shqiptare. Në këtë video do të analizojmë në detaje se çfarë ka ndodhur, cilat mund të jenë arsyet, çfarë versionesh po qarkullojnë, si ka reaguar vet Hoxha dhe çfarë pasojash mund të ketë ky vendim për lirinë e medias në rajon. Lajmish përtheu kur Artan Hoxha njoftoi publikisht se gjatë një udhtimi rutin drejt Greqisë, ai u ndaluan pikën kufitare dhe ju komunikua se ishte shpallur personi pa dëshiruar, ose, siç njihet zyrtarisht, non grata. Ky status e ndalon hyrjen e tij në territorin grek për një periudhë ende të paspecifikuar. Ngjarja ishte krejt e papritur, sepse Hoxha ka lëvizur me qindra herë në Greqi për vite me radhë, si për qëllime pune, ashtu edhe personale. Kjo e bën situatën edhe më të mistershme. Ai vetë u shpreh se nuk ka marrë asnjë paralajmërim, asnjë njoftim zyrtar dhe asnjë sqarim të qartë për arsyet. Artan Hoxha është i njohur për investigimet e tij të thella në temat më të ndjeshme që prekin krimin e organizuar, trafikun, grupet kriminale dhe lëvizjet e tyre në Ballkan. Për vite me radhë, Hoxha ka publikuar materiale të forta, ka filmuar operacione policore, ka zbuluar rrjete kriminale dhe ka ekspozuar grupe që operojnë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet fqinje, përfshirë Greqinë. Disa analistë mendojnë se pikërisht kjo mund të jetë arsyeja kryesore. Puna e tij prek interesa të mëdha, godet grupet kriminale dhe prek njerëz me influencë. Ka shumë raste në botë kur gazetarët e investigativ janë shpallur persona non grata për shkak të raporteve tyre të guximshme. Një version tjetër që po qarkullon lidhet me procedurat e brendshme të autoriteteve kufitare greke. Sipas disa burimeve, emri i tij mund të jetë futur me një listë të personave që konsiderohen rrezik për sigurinë, jo sepse Hoxha përbën rrezik real, por për shkak të informacionit që ai mbart. Gazetarët investigativ janë shpesh në shenjestër të grupeve kriminale dhe disa shtete nganjëherë preferojnë t'i mbajnë larg territorit të tyre për të shmangur incidente të padëshivuara. Kjo nuk e justifikon vendimin, por e shpjegon pse ndonjëherë vendime të tilla merren në mënyrë të pashpjeguar dhe pa transparencë. Ka analistë të tjerë që besojnë se vendimi mund të vijë pas presioneve të ndryshme. Disa materiale të Hoxhës kanë përfshirë subjekte që operojnë në Greqi dhe janë të lidhura me aktivitete kriminale. Publikimet e tij shpesh ngjallin reagime të forta dhe nuk do të ishte çudi nëse grupe të caktuara apo interesa të fuqishme kanë kërkuar kufizimin e lëvizjeve të tij. Në shumë raste në rajon, gazetaria investigative përballet me sfida të tilla. Edhe pse nuk ka prova publike për këtë version, fakti që autoritetet greke nuk japin një arsye zyrtare e ushqen akoma më shumë dyshimin se pas kësaj lëvizjeje fshihen arsyetime të ndërlikuara. Pas ngjarjes, Hoxha reagoi menjëherë përmes një deklarate ku u shpreh i habitur dhe i ndinjuar. Ai kërkon transparencë totale, sepse një vendim i tillë jo vetëm e cenon të drejtën e tij si qytetar, por edhe punën e tij si gazetar. Ai tha se do të ndjek të gjitha rrugët ligjore dhe diplomatike për të zbardhur arsyet. Hoxha madje kërkoi që institucionet shqiptare të marrin një rol aktiv, pasi rasti nuk është vetëm personal, por prek edhe imazhin e gazetarisë investigative shqiptare jashtë vendit. Gazetar, analist, organizata për lirinë e medias dhe figura publike kanë reaguar duke i quajtur këtë vendim shqetësues. Sipas tyre, shpallja non grata e një gazetari pa arsye transparente është një precedent i rrezikshëm që mund të përdoret ndaj çdo gazetari investigativ që prek interesa të fuqishme. Ndërkohë, shumë kolegë të tij e kanë quajtur këtë një goditje të drejtë për drejtë ndaj lirisë së fjalës. Reagime ka pasur edhe nga organizata ndërkombëtare që kanë kërkuar shpjegime nga pala greke. Rasti Artan Hoxhës nuk prek vetëm marrëdhëniet personale midis tij dhe shtetit grek.
ai hap një debat shumë më të madh për lirinë e medias në Ballkan. Në një rajon ku krimi i organizuar, politika dhe biznesi janë shpesh të ndërthurura, gazetarët që hulumtojnë në teren ndeshen me pengesa, kërcënime dhe barjera të ndryshme. Shpallja non grata mund të shihet si një tentativë për të kufizuar aksesin e një gazetari që ekspozon prapa skena të errta që nuk i shkojnë për shtat shumë aktorëve. Në ditët dhe javët në vijim, pritet të ketë zhvillime të reja. Hoxha ka kërkuar dokumentacion zyrtar dhe pala greke mund të detyrohet të japë një arsye formale për vendimin. Nëse bëhet fjalë për një gabim administrativ, kjo do të sqarohet. Por nëse vendimi është i qëllimshëm, atëherë pritet një debat diplomatik mes dy vendeve dhe një reagim i fortë nga organizatat ndërkombëtare të medias. Megjithatë, një gjë mbetet e sigurt. Rasti i Artan Hoxhës ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ka hapur një kapitull të ri në raportin mes gazetarisë investigative dhe strukturave shtetërore në rajon.